Miqtë Prizmus, edhe sot në temë atë që duhet trajtoj sigurisht është ajo pikpyetje e madhe për partitë e reja. Për këto liderët që sigurisht janë moshë të ri, disa nuk janë politikë të ri, dhe partitë, grupimet e tyre që mund të konsiderohen të reja. Pse nuk ka besim, pse nuk ka frymë që këto të jenë ato që kundër peshojnë, kthejnë alternativ numrash, demokracia është numër, me pushtetet sot. Pse nuk bashkohen, dhe njëkohësisht pse nuk janë fryma e alternatives politike. Jo ato tre pole, se pole nuk ka tre kur asnjëherë, dy pole ka. Po që të bëhet forcë, njëra prej tyre, dy prej tyre, ato që janë bashkuar, që të lëkundi sigurisht pushtetin. Me po njerëzit në Shqipëri e para nuk kanë kohë të presin, agron shehen që të marrin një deputet, pastaj dy, edhe deri në 2035 bëjt 5 deputet. As kërkush nuk ka këtë kohë. Nuk presin shqiptarët. Po sepse të presin, për që arsye që agron shehet i bëj grup parlamentar për 10 vjet. Dhe çfarë bën me atë grupin parlamentar? Ky është mentaliteti i shqiptarëve. Ta zem se futën dy tjerët, kanë kodin zgjedhor kundra një. Çfarë bëjnë se fusin ata dy tjerët? Çfarë zgjidhin? Marrin pjesë diku, nëse vështirësojnë formimin e qeverisë. Pra, shqiptarët nuk presin derisa të bëjnë numrat e demokracisë. Demokracia është numër, po e përsëris edhe një herë. Po e përsëris edhe një herë është numër. Ti duhet marrësh numrat dhe të rrezikosh pushtetet. Por, ne akoma nuk po kuptojmë që këtu nuk kemi të bëjmë me pushtetet, majorancën dhe opozitën që është Sali Berisha. Këtu kemi të bëjmë me establishmentin që janë bashk Edi Rama dhe Sali Berisha. Nuk duhet rrezikuar vetëm majoranca, edhe pastaj hajtë shohim se çfarë po bëhet. Dhe duke thënë që unë nuk bashkohem me këtë, nuk njësohem me Sali Berishën, se s'ka zok, nuk mund ta them atë fjalën, që mund të njësohet me Sali Berishën. E para, po bashkove e të ha, të eliminon, dhe të flak, ku nuk i shërben. E dyta, po i dole kundërshtari njëra gjë është, do të njësojnë me Edi Ramën. Me Edi Ramën nuk do që të njësohesh, sepse ai është pushteti dhe që çfarë nevojë ka për ty Edi Rama kur plotson numrat. Këtu është fjala për establishmentin, këta nuk kundërshtojnë establishmentin, nuk kërkojnë as pushtetin. Kërkojnë thjesht futen në rrugën e një përfaqësimi politik, që mund të jetë me 1 deputet, 2 deputet, 3 deputet, maksimum një grup parlamentar që s'ka për të bërë kurrë, dhe që sigurisht populli shqiptar nuk e pret, sepse në subkonsciencën e tij, mase nuk e thot kështu si unë, as kërkush prej këtyre nuk godet establishmentin, i cili nuk ka ndarje pozit-opozit. Ka qenë viti 1992 që është formuar dhe nuk lëshon. Rigjeneron veten, zëvendëson veten me kryetarët e partisë, japin urdhra dhe kontrollojnë njerëzit, po ai mbetet. Nuk lejon elita, nuk lejon mendim të ri, nuk lejon frymë të re, nuk thjesht lëpin plagët, po nuk i kuron ato, dhe po kështu si sillet edhe me partinë, brenda për brenda, sillet edhe me pushtetin. Pra të gjitha këto parti të reja nuk bëjnë sulm ndaj establishmentit politik, i cili nuk është pozit-opozit. Është i njëjti, është ai, janë bashk. Mund të jenë të ndarë, konceptualisht, fajet i kanë të ndara, sigurisht mund të ketë 1000 faje se Edi Rama, po nuk është një vrasës si Sali Berisha. Këtu të jemi të qartë. Mund të ketë bërë 1000 element të cilët janë të kritikush edhe faje, po vrasës, killer, si Sali Berisha nuk është. Tash ata që dëgjojnë, dash të jenë me mua, dash mos jenë me mua,
dikush aty edhe mund të më urrejnë, po kujt i plas urren ai, se Sali Berisha është një vrasës, ka vrarë njerëz. Edi Rama jo. Në pushtet ai nuk vret njerëz. Është dallim i madh. Është dallim esencial, por establishmenti është njësoj. Merren vesh me njëri tjetrin, bëjnë kode zgjedhore me njëri tjetrin dhe shfrytëzojnë pikërisht këtë marrëveshje të njëri tjetrit për të qëndruar në pushtet. E zaurova, e përfundova këtë mendim. Partitë e vogla nuk e bëjnë. Tash si rregullohet edhe si mund bëhet. Kur jemi në këto kushte. Establishmenti këtu edhe një parti që të rrezikojë të dyja, ose më mirë të themi, një parti vjen pushtet këtu kur ka më tepër para se sa kanë këto të dyja. Ka ndodhur në dikurshmen, disi me Ilir Metën kur nda me Nanon, që krahas se i mori pjesë partisë, kishte para për ta mbajtur atë pjesë partisë dhe formoi LSI-n, u lejua ta bëj këtë punë. Tjera kush nuk e bëte dot, i vetmi që mund ta bëjë është Tom Doshi me aftësitë e tija menaxheriale dhe financave, e mban parti. Por këto nuk mjaftojnë për të rrezikuar pushtetin, të janë thjesht të bësh pendul pushteti, po jo për të marrë pushtetin. Për të marrë pushtetin duhet të kesh realisht para pushtetit ndërkombëtarëve dhe përdorim të drejtë, të mirë, në frymë politike për të marrë pushtetin. Shumë para. Po ju them diçka. Vetëm me lek, vetëm me shumë para, ti mund të rrezikosh Edi Ramën edhe Sali Berishën. Një forcë politike që sigurisht ka para, duhet ketë edhe përfaqësues të paras. Më kuptoni se çfarë them? Financat mëdha, banka, pjesë ndërkombëtare, mbështetje ndërkombëtare, të cilat pastaj akselerojnë të justifikueshme parat, të hedhura dhe të kuptueshme, për të formuar pastaj dhe frymën, ku përfshihet media, ku përfshihen portale, ku përfshihen, mos bëj të themi tashim edhe ambasada, edhe politika të jashtme, të cilat sigurisht indikojnë, bëhen përfaqësuese, japin duart, bëjnë fotografit, krijohen forume, krijohen raporte të jashtëzakonshme në çdo qytet, në çdo katun, krijohet fibrilitet politik në të gjitha drejtimet që merr frymën dhe pastaj e fut edhe në zonat urbane, thellë, i bën njerëzit të lumtur, krijon 2-3 ftyra dhe jo nga një fytyrë kryetari, po 3-4 ftyra, të cilat krijojnë pastaj edhe mundësinë për të besuar, kjo është një parti e madhe, pas ka shumë lidera, të cilët flasin të gjithë bukur, përfaqësohen bukur, nuk janë fajtor, por gjën kryesore të tyre kanë përdorimin e kësaj. Financave të mëdha. Vetëm kështu. Mënyra të tjera, miqtë e mi, shokët e mi që ndiqni, bënin like në YouTube, edhe shikoni me shumicë kanalin tim të Prizmusit, nuk ka. E para është defekti i madh i partive të vogla që nuk krijojnë frymë. E dyta, dhe në përdorimin e paras është tek pull një njeri dhe njerëzit nuk besojnë se ai mund të rrezikojë pushtetin e PS-PD-s. Dhe sigurisht brenda kësaj është edhe që ata nuk kërkojnë majorancën, as lëvizjen e establishmentit, kërkojnë thjesht të futen në parlament. Thjesht të futen në parlament, shoqëria shqiptare nuk pret gjë, nuk duron, thot do votoj njërin prej tyre. S'kam ngjet merre me këtë derisa të bëj ky numra, derisa të bëj numra që me të vërtet të jetë parti ose individ që ka partinë që rrezikon pushtetet e tyre, sepse gjithë koncepti i shqiptarëve është pushteti, as kërkush më tepër, as më pak se sa kaq. Në ana tjetër, për ta rregulluar këtë punë, edhe luftën kundra establishmentit vjetër, por njëkohësisht edhe rrëzimin e asaj alternative që ka ai establishment, që është alternativa PS dhe PD, bëhet kur vjen një forcë e re që grumullon të gjithë shqiptarët, të kënaqur, të pakënaqur bashkë, që jep një shpresë madhe, që përdor shumë financa, që ka mbrapa ndihmë të madhe ndërkombëtare financiare, dhe sigurisht botkuptim tjetër
të leadershipit, i cili sigurisht nuk është ai që urdhëron, po që japin për të kuptuar që është një grup njerëzish të vendosur që në mënyrë kapilare, në mënyrë të qëndërzuar edhe jashtë qëndërzuar, funksionojnë në mënyrë të tillë perfekte, harmonioze për të krijuar frymën edhe njëkohësisht edhe forcën e re politike e cila pastaj nuk ka derman pa i rrëzuar këta, sepse sigurisht do gjinen alternativat që përdorin pastaj jo thjesht fajt në sharje dhe në fyrje, për të marrë turmën me vete, për të marrë njerëzit me vete, për t'i bërë ata të kenë shpresë. Asnjë prej këtyre tjerëve nuk ngjan shpresë se mund të rrëzojë në një prej pushtetit, as mund se mund të largojë establishmentet ose mund të rrezikojë pushtetin e këtyre që janë. Dakord, miqtë e mi. Kaloshi të natë mirë, po edhe nëse e dëgjoni ditën, kaloshi një ditë mirë. Mirupafshim.